HRT-ja është të më të shkurtesë në gjuhën angleze, terapi hormonale substituive, është terapia e cila aplikohet te gratë duke fillu prej perimenopauzës, kur fillon ranja e hormoneve të cilat i prodhojnë gjandrat reproduktive, vezoret, estrogeni, progesteroni, pak edhe testosteroni, dhe kur këto binë, fillojnë edhe ndryshime drastike në trupin e femrës. HRT-ja, do të terapia hormonale substituive, është ajo që i zavenson këtu. Krioterapia është një metodë që neve na ndihmon për me i parandalu shumë intervenime që ndoshta në disa raste janë të domosdoshme. Është një metodë ku me përdoret azoti i lëngshëm dhe me temperaturë të ulët deri në -180 gradë, dhe ajo shkakton vdekjen e qelizave të, do të thotë, jo të mira në një vend caktuar. Ka pacienti që presin që mundet me ngrit AMH-ja. AMH-ja faktikisht nuk ngritet. Ne i japim disa suplemente për me mbajt vezoren mos me shku te poshtë, mirë po jo me ngrit, po me ngadalësu.